Përshëndetje të nderuar teleshikues të Alb UK TV, mirë se keni ardhur në Personazh Alb. Në këtë ditë të parë të muajit mars 2025, në këtë ditë të parë të fillimit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit, unë kam kënaqësinë me të vërtetë shumë të madhe të prezantoj për gjithë ne një personazh shumë interesant, jo vetëm në qytetin e Shkodrës, por edhe më gjerë. Bëhet fjalë pikërisht për Jetmira Plaku ose Kanini, një teologe që na përshëndet në këto momente nga Shkodër-Locja. Jetmire dashur, faleminderit shumë pafund që në këtë ditë veçantë ne jemi së bashku. Përshëndetje Graciele dashur, ju përshëndes nga Shkodra Djepi i Dijes dhe i Kulturës dhe jo vetëm, dhe të uroj shumë suksese në rrugtimin tënd shumë interesant. Faleminderit shumë, kënaqësi e veçantë. Jetmir, ne edhe pse nuk njihemi personalisht, një detaj të vogël deshta, tek mbiemri i vajzërisë sime është Kakini. Po, Kanini. Kakini. Më falë, është faji im të kërkoj ndjes. Po problem. Okej, të kërkoj ndjes. Ja, e shikon për shembull që e kemi keq kuptuar. Po problem, nuk ka problem. Të kërkoj ndjes e dashur, faleminderit që më korrigjove direkt në fillim të emisionit. Sepse nuk do të kisha dëshirë që më pas të vijonim intervistën me një diçka të vogël, por me një gjë domethënëse shumë për ty. Mirë, Jetmire dashur, je e përzgjedhur pikërisht për ditën e sotme në këtë ditë veçantë. Ashtu siç e thash edhe pak më parë, është dita e parë e muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Është dita e parë e muajit mars. Janë shumë gjëra të bukura për ditën e sotme, ne do të flasim shumë gjëra të bukura patjetër së bashku, kështu që pa humbur kohë, Jetmira Kakini, Plaku, e shikon se e thash mirë, do fillojmë me bashkë bisedimin tonë. Jetmir, duke u ndalur në këto momente pak qaste nga retrospektiva, do të cekim pikrisht fëmirin tënde. Pra, ti vjen nga një familje me tradita, vjen nga një familje me shumë besim, nga një familje me shumë pa diskutim me tradita dhe me besim e kulturë gjithçka tjetër, por që do të kisha dëshirë që ti të na i tregoje step by step, hap pas hapi. Të lutem fillojmë pikërisht nga përjardhja jote familjare. Po, faleminderit. Do doja të përshëndesja dhe të falenderoja shumë kolegen time dhe të nderuaren Elona Sitari, e cila ura lidhse me emisionin tuaj. Patjetër, e përshëndesim fort. Ka qenë një ndër intervistat më të veçanta që kemi realizuar së bashku me Elonën disa kohë më parë, dhe ura lidhse na solli tek Jetmira, një tjetër personazh shumë i veçantë. Po e dashur. Po filloj rrugtimin tim, është një rrugtim shumë i hershëm, që do të thotë rrugtimi im drejt Islamit është 30 vjeçar, pra vjet mbushi 30 vjetorin e tij. Por para kësaj etape, unë kam etapën e lindjes sime në qytetin e Shkodrës, e rritur në Shkodër, por e zhvilluar akademikisht në zonën e Shamit, në zonën e tokës së bekuar të Damaskut. Unë rrjedhi nga një familje në Siri, patjetër. Unë rrjedhi nga një familje në lagjen Guerrile, ndryshe njihet si lagja Kiras. Faktikisht këto mirësi të Islamit që unë dhe familja jeme i gëzojmë sot, dhe do thosha dhe jo vetëm unë, po të gjithë brezi jonë pas rënjës së komunizmit, se zban ka një domethënie paraprake dhe ka një sebeb paraprak. Dhe kjo lidhet në familjen time në dy paraarsit e mi, si nga ana e nënës, ashtu edhe nga ana e babait. Nga ana e babait, gjyshja ime e ndjera, Melek, kështu e ka pas emrin. Ajo ka qenë nërvajzat shumë arsimdarse, ku asaj kohet, pra flasim në vitin 1910, ku asaj kohet ajo ishte me pershe, por që insistoj që të mëson të shkrim dhe kënim, dhe ka qenë nër vajzat e para që ka mësu edhe Jasinen në gjuhën arabe, por që me germa latine. Sa interesante.
E ndërsa fragmenti i dytë është gjyshi im, i ndjeri Sajt, i cili në kohën pas viteve 50 ka shërbyer si do të thënë transportues në për zonat e ndryshme të qytetit të nderuarit Hafiz Sabri Koçi. Asaj kohet janë përdorur pajtonat, në ditët e sotme kemi taksit, dhe ai ka shërbyer atij dhe do thosha, me atë çfarë ato kanë dëgjuar nga këto dietar, ndoshta në ato sekuenca të vogla në udhtimin e tyre me karrocë, e ka transmetuar në familje dhe sot ne gëzojmë elhamdulillah një besim të pastër do thosha. Dhe një sekuencë të vogël, Gracila, nga ana e nënës, gjyshi im, faktikisht ai ka qenë në dervish. Okay. Po një dervish shumë i fort dhe unë nuk e kam njohur, por do thosha feja islame ka në brendësinë e saj edhe atë që quhet bota mistike, pra sufizmin. Okej, kuptova. Ku sekti Bektashian shumë i mshan kësaj ideje. Okej. Mirë jetë mirë, faleminderit për këtë startim. Do të kisha dëshirë dashur të ndaleshim tani pak momente në të përgjithshmen e shkollës tënde 8 vjeçare asaj kohe. Pra, do të kishin ndonjë moment që ke dëshirë që ta ndash me teleshikuesin? Po, do kisha dashur shumë. Unë shkollën 8 vjeçare e kam kry në shkollën Pelat Rexhepi, ku sot njihet Azem Hajdari. Azem Hajdari, po. Azem Hajdari, i cili dha, domethënë, edhe ato shkënjijat e para të tij bashkë në lagjën tonë, te rrugica, në fund të rrugicës teme ka kenë, dhe unë nuk merrem me politik, por nga këto sekuencat e vogla që unë kam arrit për me pa dhe me ndëgju prej dashamirësve dhe të afërmit të mi, jam një simpatizante e djathtë, dhe pse jo. Faleminderit për sinqeritetin kështu. Aq e bukur, aq e thjeshtë që e the, me të vërtet bravo. Bravo, faleminderit shumë. Më surprizove. Faleminderit. Mirë, kalojmë jetë mirë. Cila, mundëm i diçka këtë të vogël? Po qatë të duash o shpirt, ja të mbështetëm qikun tani këshu? Po tjetër. Në vitin, ka kenë vitit 89-90, ka kenë nëntor, një afër shkollës sonë ka kenë ish xhamia vjetër e Kirasit. Dhe ajo, më vonë, mas viteve 63, 1963, ajo u sekuestru dhe u ban tip këshillit për lagjet. Dhe ne si fëmijë ndërkohë kishin filluar me gërmu, kishin filluar lëvizjet e para të shkatrimit të komunizmit dhe ardhjes tani më të demokracisë me fllade të reja. Dhe ne si fëmijë nëpër ato dritare që kishte ai këshilli i vogël, un arri për me pa një diçka që kishte kur hoqen ato tulla dolin disa tulla me ngjyra dhe kjo gjë më bani përshtypje dhe kur shkoj në shtëpi, mund të kem kenë në klasën e 5 të 6, nuk kam kenë më shumë. Edhe i tham babs, ka ndodhur i tham i ky fenomen dhe ç'a mund të jetë atë? Tha babsa, ajo është xhami. Dhe unë me ta shtongun, edhe ai ishte i pari i cili ndërkohë kur kjo xhami është e para e hapur para xhamisë së Plumit. E para hapur në lagjen Kiras, ka kenë një kjo xhamia ku baba jem. Pra ti po bën fjalë për 4 nëntorin apo jam gabimun? Jo, para 4 nëntorit. Para 4 nëntorit, okej. Më thonë, para se mu hap xhamia e Plumit. Ka kenë hapur xhamia e Kirasit dhe baba më ka marrë për dorë dhe më ka besu tek hoxha i nderuar Hafiz Sulejman Kraja, ku të gjithë kanë qenë në Shkodër si Hafizmani. Po, është vërtet. Allahu i dhaftë rahmet. Ashtu e kemi njohur si gjithmonë, ashtu e kemi njohur, po. Dhe baba ka pas njofti sepse ka punuar me te dhe i thot Hafizit, që thët ku e kithet vajzen edhe djalin, se kisha edhe vllai, kisha edhe vajzen e ars, na kena kenë 3 fëmijë të parë që ai babe jemi tha, urdhëro tha, këta tha jo në amanitin tam. Edhe sa bukur, emocionuese. Valla. Pastaj dashur, Jetmira, si vijoi jeta jote për të ndalur tek adoleshenca? Jeta jeme vazhdoj, në këtë moment unë deshta me përmend edhe një person, sepse janë sekuenca interesante që çdo njëra forcon hallkën e rrugtimit tëm. E zinxhirit të rrugtimit tënd, patjetër. Sepse normal na ishim në shkollë laike dhe normal që i gjithë brezi i mësuesave ishin
jo fetar, laik. Absolutisht, se ishte brezi i komunizmit, natyrshëm. Dhe ky hoxha, ky Hafiz Sulejman Kraja, mbati ligjërat ditën e ejte. Dhe unë largohesha orën e 5 për me shku në ligjëratën e tij. Dhe një prej mësuesave që unë kisha mësim atë ditë më vëren në shkallë dhe më thotë jetë mirë, thotë ti do të kesh 4 sepse edhe herën tjetër je largu. I tham, profesor, i tham, unë kam marrë leje. Jo, tha, nuk ka diskutim, tha, mësimi është mësim, tha, xhamia është xhami. Dhe në këtë rast, ndoli në krah i respektu më mësuesi matematikës Rustem Sokoli. Allahu i qoftë rahmet, ka ndru jetë, dhe falë ti mu nuk ma nalë kur ma në ata 2 vita, 3 sameta në shkollë. Sa kishin ngelur, po, në atë shkollë, po. Për me frekuentu xhamin ditën e ejte. Bravo, bravo. Ndërsa tjetër, kam ba dhe 1 vit të Osokuka, 1 vit të shkollës së mesme. Okej, dhe e ke kryer studimet e mesme, i ke kryer tek shkolla Osokuka? Vetëm 1 vit të shkollës mesme kam ba atë, vetëm 1 vit të vetëm, dhe në të njëjtën kohë frekuentoja xhamin e Parrucës, ku në xhamin e Parrucës kishim hoxhallar dhe dietar që vishin nga bota islame. Dhe deshti Allahu, elhamdulillah te xhamia Kirasit mësova shkronjat arabe, në përkujdesin e Hafizmanit, dhe me një nxënës të cilin ai e kishte mësu paraprakisht, është teologu i nderuar Ilir Betja, prej tij kam mësu dhe shkronjat e alfabetit arab, ku në nxite shumë dhe numri i nxënësve u rrit shumë, dhe më pas kalova tek xhamia e Parrucës. Aty deshti Allahu për mu taku me hoxhën tonë të nderuar, Haxhi Nuh Gavoçi. Na kena njoh si Haxhi Nuhin, i cili është nga Shkodra, por në kohën e Zogut e gjithë familja e tij udhëtuan drejt Damaskut dhe kanë jetuar në zonën e lagjës së Arnautëve në Damask të Sirisë. Okej, bo me detaje. Kompjuter në vete je, enciklopedi. Mirë i dashur, përfundimi i studimeve të mesme, diplomimi yt, çfarë ndodhi me ty? Në 1994 u bëha mujtën, ku Haxhi Nuhi isha grupi i dytë i vajzave që po udhëtoshin drejt tokës së Shamit, grupi i parë kanë kënë 5 motra tona të nderuara, ndërsa grupi i dytë tani ma ishim 6. Okej, sa e vështirë ishte, si e kujton atë moment, pra si e kujton momentin e shkputjes nga familja, se unë di që familja jote ka qenë historikisht e bashkuar, ju keni qenë shumë të lidhur njëri me tjetrin, si e more vendimin, sa e vështirë ishte të merrja atë vendim? Mune me thënë, kam kënë një vajzë shumë e heshtun, punëtore, nxënëse e mirë, kush më njeh më mbështet në këtë që po them. Patjetër. Por përveç saj kam kënë dhe kam kërku gjithmonë disiplinën. Dhe kam kërku për me kënë vetvetja dhe fjale e me më unë i gjuhë. Ndoshta kjo ka kënë nga se unë jam e para vajzë në familje, pra jam vajza e madhe e familjes, ku familja jonë është e madhe. Kam 2 vëllezër dhe 1 motër. Keni me jetë me shëndet, ta keni njëri tjetrin për jetë e mot. E dashur, Amine, e dashur, të lutem, të kërkoj ndjes u shkput diçka dhe nuk e kuptova mirë, të kërkoj ndjes gjithsesi. Do të kisha dëshirë të ndaleshim që të na përshkruaje pak me detaje momentin se si e more vendimin për të larguar nga Shqipëria në 94-ën dhe si ishte emocioni, si do na përshkruash emocionin e nënës, babait, familjes tënde, të afërme, sepse në atë kohë nuk ishte shumë vajza që e linin Shqipërinë dhe për më tepër vajza vetëm pa familjen. Kështu që si do e kujtosh, si do na e shpjegosh, si do na përshkruash? Unë do e përshkruaj ashtu sikur se ka në realitet. Në xhamin e Parrucës së vjetër vjen Haxhi Nuhi, i cili nuk vite për të parën herë, pra kishte vizituar Shqipërinë që në 1988 si turist kosovar dhe shëtiste turistët kosovar. Tani ai i frymëzuar dhe nga vllai i tij Haxhi Vebi Sulejman Gavoçi, dietari i shquar i shkollës hanefite në botën islame, ai i kishte nxit që të kërkonte dhe të merrte vajza dhe djem nga Shkodra dhe t'i shkollonte në tokat e Damaskut. Dhe kështu ai më propozoi,
dhe propozimi ka qenë faktikisht që në 93-shin, por që i tham Haxhinu, unë nuk kam pasaport, sa asaj kohë pasaporta merre 16 vjeçe dhe e shtyva për vitin tjetër. Dhe kështu, babai tim, unë i kam thënë, masi unë i kam dhënë fjalën Haxhinuhit. Oh, no, mos më thuaj. Të lutem, mos më thuaj. Të lutem. Kam shku në shtëpi me Shami, ka kënë ditë e ejte ku ajo u kthy me vajzat e para, 5 të para që ishin ba vitin e gjuhës atje, dhe më tha jetë mirë si kur të pava sot me Shami, unë kam dëshime të pa gjithmonë. Dhe mami, kur më pavi që unë u ktheva nga ligjërata ditëve të ejte nga xhamia, më tha, qa mon tha Shami në kry? Pse i tha mon? Heka thëtë se duna me hangër tash, duna mu vëndun se ishte verë, ishte qeshor, i tha që unë kam vëndun së më mlu. Ja, ajo ishte dita që ti ke vendosur Shamin për herë të parë në kokën tënde dhe se ke hequr kur më. Atë edhe një herë në qeshor të 1994. Wow. Dhe mami, normal, do të revoltohej, dhe më thonë, nuk e gjykoj, sepse ishte një diçka që ajo nuk ishte mësu, nuk ishte asë një informacion, e ndërsa ku erdhi baba prej pune, baba më ka thonë një fjalë, baba tha, për mu tha Shamia ashtë nerë. Pa diskutim. Në vajza dhe djali edukohen nga familja me moralin e bukur. Me besimin. Atjen e nderit tha për mu Shamia është nder. Në den me e majt e gëzofsh për ton jetën tonë, sa të kesh ymrin. Mbaj me pastërti. Me heki tash edhe s'ka. Edhe mos e vendos kur më, po është e vërtet. Por ka ken edhe një thumë tjetër, në hekshta nesër, se kështu tha ndolli, ma tha, ti nuk i vajza jeme. O, mos më thuaj, sa edhe imshme. E kishte shumë të shajt Shamin, dhe elhamdulillah. Sepse e tillë është, duhet ta themi i dashur, sepse Shamia është e tillë. Pra, nëse e vendos që ta vendosë Shamin, vendosë sot për jetë e mot, por jo që ta vendosë sot e pastaj ta heqësh nesër, pastaj pas një kohë tjetër ta vendosësh sërish. Pra, nuk është mirë, nuk ka kuptim. Është e pa kuptim. Këto fjallë dhe më thonë janë shumë me vend. Pa tjetër. Të lutem më trego pak momentin e shkputjes nga Shkodra, që ti po niseshe për Damask, për Siri. Kur jam nis nga Shkodra, normal, baba rezervoj faktikisht shumë u afrunin të afër me timi, me agja, me halla, me tezem, dhe më kanë përcjell deri në aeroportin e Rinasit. Falë, ju thash edhe një herë, Allahu Gjeleshanu i dhuroft rahmet edhe paqe, se ata 2 persona të ndjerë na kanë shpëtu jetën, do thosha në atë kuptimin e mirëfillt fjalës. Na kanë shpëtu jetën shpirtërore, ndërkohë që ata na morën dhe na mbajtën si vajzat e tyre dhe na rujtën aq bukur larg familjes. Normal që kam një mall, por ishte hera parë që po largohesha nga shtëpia, deri edhe te teza shkosha me mamin. Po pra të pëthoja. Si ishte impakti e dashur jetë mirë, pikrisht në tokën që ti tashmë do të bëhe dhe toka jote për vite të tëra, pikrisht në Damask. Pra mbrit atje, sepse Damasku në atë kohë ka qenë një ndër vendet më të bukura në botë, pavarësisht se jetës dhe asi gjë nuk i dihet, pavarësisht dëmeve dhe luftrave të mëpasme tjerë, fatkeqësi e madhe, jo vetëm për Damaskun, por për gjithë vendet që përfshihen nga lufta është dhimbje pafund. Po në atë kohë Damasku ishte mrekullim vete. Damasku, shkelja në Damask ishte një bereqet me vete. Po them pra. Ma përshë jetën mu dhe motrave të mia, sepse ne na një numër i madh vajza shkodrane që kena pas riskën me shkel në atë tokë, ka vështirësitë e veta, por ishte ajo dashnia e madhe dhe dashuria e flakt e cila buron nga vetë fryma hynore, kur Allahu dan me udhëzu dikën e udhëzon edhe nuk ka dert, nuk ka derman tjetër. Pra nuk kena pas një frymëzim nga familja, por ishin ndoshta duat e paraarzëve tanë, ato sakrificat e tyne, ato lëmoshat e tyre të vogla, ato leximet që kanë pasur vlerë të madhe, po. Që ato i kanë bërë në fshehtësi, ato agjërimet që ata i kanë bërë, ku ne gëzoshim dhe po gëzojmë akoma dhe sot. Damasku, normal,
hyme në Damask në konvikt hera e parë. Përballja e parë ishte ushqimi normal, një ushqim aziatik, ndryshe nga ushqimi europian. Por asnjëherë nuk e kam refuzu. Ushqimi mund të jetë. Pra, ushqimi Si u përshtate jetë mirë, si u përshtate me klimën, me ushqimin, me gjuhën, pra ti u përballe me njësër gjëra shtreja, apo jo, ti u përballe me vështirësi të pafundme, duhet ta themi kështu sepse gjuha për vete, ushqimi për vete, atmosfera për vete, konvikti për vete, larg familjes, temperaturat larta. Ta përmenda edhe një herë që në vogli kam kënë një fëmijë me disiplinë, pra kam kërku disiplinën dhe rregullin. Dhe kjo gjë më ka karakterizu, ndoshta po vazhdon që të më karakterizoj akoma, pra parapëlqej rregullin dhe arritjen e synimit. Nuk më interesojnë përballja e sfidave, pra sa vështirësi mund të kenë arritja e qëllimeve. Bravo. Qëllimi ishte që unë të diplomohesha. Qëllimi i vetëm i zemrës teme ishte që unë tani ma të kuptoja fjalën e Zotit. Dija ta lexoja, por nuk e kuptoja. Dhe kështu, hap mas hapi, vështirësi mas vështirësiet, ku në duart e të gjithave ne, shkodraneve dhe jo vetëm, kanë kënë gjithmonë dy fjalor. Njëri arabisht anglisht, tjetri anglisht shqip. Një mund dy fish, por kur një Por dy gjuhë paralelisht. Të dyja paralelisht për me kuptu i fjalë. Por kjo tregon që Zoti ka ditur këtë përzgjedh. Kështu që mos e ke problem fare, ka qenë e vështirë, por është e rëndësishme që ke qenë triumfuese gjithmonë. Jetë mira Plaku Kakini, të lutem, do të kisha dëshirë të ndaleshim tek studimet e tua të larta në Damask. Pra, për çfarë ke studiuar, sa e vështirë ishte ajo periudhe e tëra e studimit, si e përzgjodhe degën tënde? Studimet tona kanë zgjatur 7 vite të plota, 1994 deri në 2001. 2 vite ishin vite gjuhet, i mbarume me sukses, dhe 1 vit ishte para universitar, i cili njësoj si një shkollë e mesme e jurisprudencës e sheriatit islam, pra si medreseja e kuptova. Ndërsa 4 vite kanë kënë universitet. Pra, 4 vite universitet do të thotë dashur jetë mirë, ti ke studiuar 4 vite teologji, filozofi, për çfarë ke studiuar gjatë kësaj periudhe? Gjatë kësaj periudhe 4 vjeçare kemi studiuar dhe jemi diplomuar 4 veta nga të gjitha këto motra shkodrane, vetëm 4 veta jena diplomu dhe diploma jonë njihet si diplom e studimeve islame dhe mbrojtjes së gjuhës arabe. Kështu është diploma jonë, pra ndryshe teologe islame. Pra, kjo tregon që unë e kam shkruar teologe tek titrat, por se kam shkruar teologe islame. Tregon që ka një mungesë aty të vockël? Jo, nuk ka mungesë të voçkë. Okej, mirë. E lëm ashtu siç është teologe. Jo, çdo njerit, pra, edhe në ishte teolog i krishterë, normal do të kishte një simbol që ne e kuptojmë që është i krishterë, dhe simboli im është shamia, kuptohet që jam muslimane. Patjetër, s'ka lidhje, mos e ke problem fare, por thjesht thash që ti jemi sa më korrekt të lutem, se unë duhet të jem shumë e kujdesshme dhe kisha dëshirë që të pyesja, nëse e shtojmë tani, e rregullojmë, e sistemojmë tani në këto momente, kështu direkt, mos e ke problem. Mirë, dashur jetë mirë, tani do ndalemi tek diplomimi, sepse sapo ceke vetëm pak minuta më parë, vetëm pak sekonda më parë që jeni diplomuar vetëm 4 vajza nga Shkodra. Besoj që ka qenë një kalvar i tërë, mundimet pafund, studime, orë të zgjatura pafund, ndoshta ndonjëherë edhe ndonjë e qarë nga stresi, nga mërzia, nga lodhja, gjitha bashkë. Tani ndalemi tek diplomimi. Sa e vështirë ishte, kush ishte tek diplomimi yt, tek diplomimi i juaj, sepse ju atëherë s'keni qenë 4 që jeni diplomuar nga Shkodra, por jo vetëm. Kështu që na trego pak atë moment magjik për ty dhe për gjithë ato 4 vajzat asaj kohe. Patjetër. Një motër e jone, ajo është diplomu para nesh 1 vit në 2000-shin, dhe 3 të tjera ne na diplomu në 2001-shin. Dhe normal kena kënë në klasë me arafolse, vetëm përqinë shumë e vogël kanë kënë jo arabe,
ku në klasën tonë kena pas vajza nga Rusia, nga Amerika, Kina, Somalia, Sudani, dhe normal na ishim vetëm 3 vite gjuhë dhe 4 vite universitet, nuk janë shumë vite që të njohësh dhe të thëdhohesh në gjuhën arabe, por deshti Zoti që ata 4 vite në mënyrë intensive ishin vite ku ne arritme me depërtu dhe me hy furishëm do të thosha në mesin e arafoleseve dhe vajzave të cilat na deshën, na përkrahën sepse populli sirian njihet si një popull shumë bujar. Shumë kombinojmë me një tjetrin. Shumë kombinojmë. Dhe dita e diplomimit ka qenë një ditë shumë e bukur. Kena bë një program, bile e bëme bashkarisht, pra naftun e ne muhaxhirëve, nëse mund t'i quaj ne emigranteve, ne të huajave, dhe në atë program e maj mend që kam recitu një poezi të një poete e cila ka qenë shumë e njohur në tokat arabe dhe ka qenë një poezi shumë e vështirë për nga artikulimi i fjalëve. Pra ka qenë si fjala dhe një prej mësuesve, një prej pedagogëve, ndërkohë që unë e demonstrova në recitim atë poezi, më vonë më tha se atje mu më thjeshin hayat. Pse? Çfarë do të thotë? Nuk e di, më fal. Jo, s'ka problem. E kishin shumë të vështirë me na thirrë në emrat tonë. Pra jetë mira i vite një emër shumë i gjatë. Dhe kuptova. Na pyesin çfarë do më thonë, pra mate shenjë me gjuhën e gishtave që mund me thonë me gjuhën e shenjave, i thojmë na good life. Pra jetë e bukur. Jetë e bukur, jetë e mirë, po. Këtë po e thrasim shkurt, hayat. Hayat në gjuhën arabe do të thotë jetë. Okej, hayat. Okej, edhe unë ashtu po thras. Jetë mira plaku kanini. Hayat. U krye. Mirë dashur, kush ka marrë pjesë tek diplomimi yt? Tek diplomimi nëna, babai, vëllezrit, motrat, kushrit, kush ishte i pranishëm? Do të thosha kanë marrë pjesë në diplomimin e të 4-tave ne, kanë marrë pjesë vetëm vajzat e konviktit, mësuese që na kanë dasht, na kanë përkrah dhe shoqet e klasës arafolset, arabet. Okej, si mban mend atë ditë bekuar? Gjitha ditët janë bekuar, se përderisa jemi gjallë e shëndosh edhe i kryem të gjitha misionet që Zoti ka përzgjedhur për ne, por a ditë edhe më e bekuar se ditët e tjera, ta themi kështu. Si e mban mend diplomimin? Elhamdulillah ka qenë Allahu xhaleshanuhu askujt nuk ja hup mundin. Është hera e parë që unë e përmendi. Falenderoj. Pra, nuk du me e përmend për mu livdu, nuk është në temperamentin dhe në karakterin tim, por për të gjithë ato që munden me nani dhe janë akoma studente, do thosha dham për dham dhe sup me sup, kena luftu që me e marrë noten, edhe pse noshta fjalët që ne po i mësoshim u do të gjithë mramin me ndaj mi përkthy dhe mi kuptu dhe me pas me mësu fjalin me këto fjalë që ne po i përktheshim, deshti Allahu, që në mesin e një këtij grupi, kena pas një motrën tonë, shkodrane, e para nër arabet doli, në klasë. E para nër arabet, edhe ndërsa unë kam dal e 7-ta. Në 130 vajza. Dhe kjo themi. Nuk them unë e përsëris, nuk e kam thënë si shpreh, unë vetëm thjesht po e ri përsëris. Me kanë Shkodran tana i bana dhe unë do ta them edhe do ta përstrisë edhe s'ma ndjen fare. Kështu që sepse i qenë sa vajza dhe të shëndrisin 2 prej tyre është një raport shumë i madh. Seriozisht hallalli qof. Bravo, bravo, bravo. Mirë dashur, u diplomove. Çfarë ndodhi me jetmirën, me hajatin ton? Me hajati u largu nga toka e Damaskut, nuk kishte pikëllim më të madh për mu. Mos më thuaj, shumë më mësove, 7 vite, normal. Jena në 2025, mars 2025, Allahun kam dëshmitar. Fizikisht, unë jam në Shkodër, shpirtërisht unë vazhdoj me kënë në Damask. Mos më thuaj! Ç'ti bëj?
A di pse? Shpirt njeriu. Po na trego pak tash, vendose sepse do ktheheshe, pra 7 vite dhe ti u ktheve në Shqipëri, çfarë ndodhi me ty? Sepse pse kjo nostalgji akoma vazhdon dhe nuk shuhet. Ti e din, ti do na përgjigjesh, unë nuk e di. Po, unë kalova adoleshencën, kam ardhur në Shkodër 22 vjeçe. Dhe më thonë, kam kalu pjesën më të bukur të jetës teme në atok. Dhe nuk po, dhe më thonë një ragim tjetër. Tashi na trego pak, i dashur të lutem, rikthimi në Shkodër. Në shtator 2001, kthehem në Shkodër dhe emrohem mësuese në medresen e vajzave. Haxhi Sheshamia. Në Perash, Haxhi Sheshamia. E shikon që si kam harruar? Se ke harruar. Po, s'ka shanse ti me harru. Jo, s'ka shanse, unë aty tek medrezja vajzave djemve kam realizuar shumë kronika, duhet të themi, kanë qenë fillimit e gazetarisë tim atëres, edhe normalisht jemi përballur me terme fetare. Unë isha në siklet mall sepse doja t'i realizoja ashtu siç ishin në të vërtetë, me saksinë më të madhe. Unë mundohesha dhe gjithë ato kolegët asaj kohe, të gjithë ato mësuesit, stafi i të dy medrezeve na ndihmonin, na jepnin informacione që ta përcjellnim informacionin në mënyrën më korrekte të mundshme. Dhe jemi munduar dhe besoj që ja kemi arritur, kështu që shikon, as emri nuk ka harruar kurrë, shikon, kanë kaluar shumë vite, 20 e kusur vite. Mirë dashur, u ktheve, u bërë mësuese tek medrezja vajzave. Pastaj, ç'u bë me ty? Me mua, normal, krijova familjen teme. Si krijova familjen tënde? Familja ime, bashkëshorti im është nga Shkodra edhe ai. Okej, e përshëndesim bashkëshortin, si u njohë? Allahu xhaleshanu u deshti, edhe ai ka qenë student në Damask. Okej, sa më pëlqen. Diku aty me të njëjtin nivel. Do thosha, u bë sebeb dhe u bashkuan arsyet dhe sebebet dhe përfumume së bashku. Shumë e bukur, më pëlqen shumë. Janë bekimet Zotit to patjetër. Dhe pastaj nga fejesa, nga martesa juaj kanë lindur? Zoti më ka beku me 2 djem. Mashallah, ti kesh me jetë me shëndet? Ners. Ato sot janë djem të rritën. I madhi është në universitet dhe i dyti si mjet është maturant. Oh, mashallah. Ti kesh me jetë me shëndet, me jetë gjatë, me sukseset shumëta si nëna, si baba i tyre. Plumë goja, së bashkut. Ashtu, të shpresojmë mendimin atje lartë. Pa tjetër. Se ka thënë i moqmi, si ka thënë i moqmi, më ndihmo pak, as gjetja në pemë, as floku qymja flokut nga koka, nuk lëviz pa komanden atje lartë. Komanden, Allah, nuk lëviz është komandë absolute ajo, nuk ka komandë tjetër, është absolute. Mirë i dashur, jetë mirë. Përdorin tim, wa idha qale kun feyekun, pra dhe në qovë se i thot bëhu, ajo bëhet dhe nuk ka tjetër. Absolutisht, është kryer ajo, është kryer. Mirë i dashur, Zotit ka bekuar ty dhe bashkëshortin tënd, ju ka bekuar me 2 mrekulli. Të 2 meshkuj e ndan dashurinë e parë, me djalin e parë, me djalin e dytë, i ndan këto 2 dashuri, janë të njëjtat, si e përjeton dashurinë me këto 2 mrekulli, si ka qenë emocioni i çënërit nën për herë të parë dhe për herë dytë, si do na përshkruash? Elhamdulillah, që të 2, normal nuk munden me thonë du njën e ndorë ma shumë se tjetrën. Që të 2 janë me karaktere të veçanta, se cilë e du në atë formatin që ka karakterin. Pra, më pëlqen shumë komunikimi, komunikoj me ta, dhe çdo gjë që mund dhe ata kanë dëshirë për me e dajmë, kur shoh që ka momente që nuk dojnë për me bisedu, i la, e imagjinoj se ku kanë arrit me punë, por nuk e ngacmoj, dhe më pas që të gjejmë momentin e duhur për komunikim. Sa e vështirë e dashur jetë mirë ka qenë pjesa e adoleshencës, sepse djali i vogël, pra i dyti, se nuk është i vogël, është në adoleshencë sipër, dhe i malli sapo po e lë adoleshencën, sapo e ka lënë, më mirë themi, më sakt.
sa e vështirë ishte për ty, për bashkëshortin, si arritët qëllimin që t'jenë 2 djemë të mrekullueshëm, për mashallah, si arritët qëllimin që mos kenë problemet e hormoneve, adoleshenca, etjera. Është ky problem, ai problem. Ju si prindër, si a keni arritur qëllimit, në këto momente t'japim edhe një mision për gjithë prindërit që po na ndjekin, për gjithë prindërit që kanë fëmijë adoleshent, pse jo? Falë folezës son, medresesë son të dashur, si të djemve ashtu dhe të vajzave, pata shansin si djalin e madh me e qunë në klasë të 6 edhe djalin e vogël, që të du kanë frekuentu medresejnë e djemve në Gjabije, aty ku është edhe medreseja djemve. Dhe falë stafit të mrekullueshëm të presoreve aty, ato normal dhe komunikimit të vazhdueshëm, kina arrit dhe ka mujt unë dhe të gjithë të tjerë, pra kush e njeh medresejnë dhe nuk e shkput lidhen me te dhe ja beson, pra unë fëmijët e mia kam besu ati stafi, sepse i njoh ata persona dhe kështu për detajin ma të vogël, për problematikën ma të vogël, kemi komuniku, jemi taku, e kemi shoshit dhe elhamdulillah e kalume pa problem moshën e adoleshencës. Dhe elhamdulillah Allahu deshti që ne të mos kemi probleme, siç mund të kenë shumë prindër me përdorimin e drogës dhe do thosha fetare. Pramaj shpeshherë në për takimet tona kina insistu që me pas në shkollat publike lan fetare. Pra me pas një orë fetare, moral fetar. Po, edhe mua kjo element më pëlqen shumë, edhe unë të falenderoj që ti e ceke, me të vërtet që ma kujtove shumë bukur, faleminderit e dashur, sepse për shembull këtu në shkollat angleze, në shkollën e fëmijëve të mi dhe të gjithë shkollat e Londrës dhe të gjithë në gjithë qytetet e Anglisë, por jo vetëm, këtu ka një sistem shumë të veçantë. Pra, ky vend i ka disa gjëra të mira, duhet ta themi. Pavarësisht se jo të gjitha janë të mira, jo të gjitha gjërat na përshtaten etj, po janë disa elemente shumë të mirë. Ndërto, është edhe një pikë shumë e rëndësishme e shkollimit në këtë vend të bekuar, është pikërisht lënda fetare. Pra, lënda e religionit, lënda fetare, besimi fetar. Është shumë interesante sepse fëmijët që në moshë të vogël, pra që në shkollë fillore, pra këto e flas nga eksperienca ime personale me fëmijët e mi e dashur Hayat, a i shikon ti se e fiksova mirë. Është shumë interesante sepse fëmija që në moshë të vogël mëson shumë gjëra, shumë elemente, shumë detaje për besimet ndryshme fetare. Në mënyrë që fëmija kur të bëhet 18 vjeç është i formuar dhe mund të vendosi se cili besim do i përkas. Mua me pëlqen shumë. Pra më thash, sa më shumë shkolla fetare dhe moral të bukur të përhapim dhe të kemi, aq më të mbrojtëm kina me pas rinin ton dhe aq më larg problematikave, drogës, imoralitetit, klubeve të natës që kanë ato pra paskenat e tyne dhe më pas, pra në Shkodër si që dinti dhe më thonë na kena shumë përhapun hakmarrjen, kena shumë përhapun vrasjet. Të gjitha këto janë halka dhe zinxhir të cilat mba më kthy mrapa kthejna dhe themi, më fal, të gjitha këto kanë lidhje me atë moralin e bukur dhe me atë detajin që e merr fëmia që në vogli. Atë melhemin. Shumë e rëndësishme, është shumë e vërtet. Sepse nga ju familje, nga ata fëmijë, nga i brez që rritet me besim fetar, nuk ka rëndësi nëse është katolik, musliman, izraelit e tjerë. Ne na intereson që është besimtar, pra që beson në Zot, është probabiliteti i çënurit në një rrugë jo të drejtë është shumë i vogël se sa një fëmijë që rritet ateist. Pra një fëmijë që rritet pa bekimin e Zotit, pa edukatën fetare, etj. Mund me përmend diçka Gracil? Patjetër i dashur. Unë jam e martume dhe familja e bashortit tim shuhet si një familje tradicionale dhe shumë fetare. Dhe unë jam prej qytetit e martume në zonën e Anës së Malit, në zonën e Oblikës. Në Oblik, okej. Po, është të vërtet që Oblika karakterizon, ka shumë element të besimit, ke shumë drejt. Do me të përmend faktin e harmonisë që ekziston aty ndërmjet muslimanëve dhe
të krishterëve dhe Po katolikëve. qyteti Shkodrës, Shqipëria në tërësi, po veçanërisht qyteti Shkodrës shquhet për tolerancë fetare. Atëherë, mundem me thënë Gracil, Patjetër. mundem me thënë që në këtë moment nuk ka shanse që unë me baba, mundem pak si jam e zonën 2 minuta. Të kërkoj ndjes, Gracil. Mos e ke problem fare. S'ka, mua me pëlqen lirshmëria kështu. Vjerri ka nevojë për diçka, po isha pa mirë kupton se i tregova se kam nevojë për me komuniku me ju. Dhe nuk ka shans që unë me kalu në atë rrugë dhe me shku tek shtëpia jeme, po i përshëndet ata dhe na lit aty, sepse aty do të thonë ka edhe i kish. Dhe në këtë moment, është një kishë vogël aty. Është një kishë vogël dhe besoj që me kaq vite sa unë jam nuse këtu, kam fituar respektin dhe jam mundu me tregu njerëzillikun tem edhe jam me shtatni dhe ata mund të mbajnë që edhe ndoshta ndonjë krysh në qafën e tyne, për mua nuk ka problem. Absolutisht s'ka problem fare, është vërtet. Njeriu, komunikimi dhe respekti. Edhe zemra, shpirti, patjetër. Patjetër i dashur. Kam respekt. Bravo. Të lutem Hayat, do të kisha dëshirë të ndalemi tani tek pikërisht tek një ditë e jotja normale, cila do të ishte, në mënyrë që të vijojmë pak pastaj edhe me disa pyetje që i kemi përzgjedhur për sa i përket ditës së sotme speciale, fillimit të muajit të madhërueshëm të Ramazanit. Çka bën ti në jetën e përditshme? Cila është një ditë e jotja normale, e zakonshme? Një ditë e zakonshme fillon qysh herët, normal, me angazhime, duke pas parasysh që jam familjare. Nana na ka ndrujet, vjehra, dhe normal, kur ajo ka ken një krah i djasti për mu. Patjetër. Qoftë rahmet atje, mi ka rrit fëmijët, dhe është për kujdes për ta në mënyrë maksimale. Dhe një ditë e me fillon shumë herët, me rregullimin e gjërave të mia që kam këtu nevojë, dhe përpas drejtohem për në punë. Largesa normal, kam distancë prej punët prej shtëpisë në punë, herë e baj me automjet dhe shpeshherë unë e baj me bicycle, me bicikletë. Sa bukur. Sa e shëndetshme kja, me pëlqen shumë kjo. Dhe bile një prej aty në fotove që unë kam nis, nuk dia a ke rujt në tek regjia, është pasioni im për bicikletën. Dhe ndërkohë shkoj në Shkodrane tipike kështu me bicikletë. Me biciklet, ndoshta ishte pak tabu kjo, një mbulume në biciklet, duke gra bicikletën, nga njëherë duke... Ajo e mbuluara ka studiuar 7 vite në Damask, ajo e mbuluara është mbuluar me shpirt, me zemër, me besim, por është mbuluar moderne, ka ecur, ka përparuar, qa lidhje ka e mbuluar e pa mbuluar në biciklet? Mëse normale. Pas një dhe problemi fare. Për që ta përmena? Ta përmena sepse vetë studimet tona, vetë feja jonë është aqë elastike dhe aqë... Pa diskutim, pa tjetër. Shtrohet bukur në çdo periudhë kohore. Përshtatet. Është e përshtatshme, pra, në çdo moment ne duhet ta përshtasim fejnë në varësi të rrethanave që na ofrohen. Dhe sapo më rrinë në medrese, një përshëndetje e veçantë shkon prej çdo njërin prej tyne. E para dhe të parë që na presin janë drejtoria, asnjëherë nuk më kanë dalë se thash mund edhe të vonohem, se rruga ban s'ka vade, ka janë gati 40 minuta, po jam gabim, më korrigjo të lutem. Ja, unë baj 20 minuta. 20 minuta më shpejt se unë, okej. Pas ke thyer rekord. Dhe më pas vazhdojmë rutinën, një komunikim dhe një harmoni shumë e madhe ndërmjet nesh, u banen 24 vite që jam me atë kolektiv. E përshëndesim fort kolektivin e medrezes Haxhi Shamia, të dy medrezeve, dhe të vajzave dhe djemve, kam kënaqësinë e veçantë, i përshëndes shumë. Faleminderit. Pas shumë viteve nuk i dihet, ndoshta dhe mund takohemi, pse jo? Zoti ju përshëndet në qiell sikur se ju po na përshëndetni në tokë. Faleminderit shumë e dashur. Ndalemi tek fillimi i Ramazanit që është pikërisht sot, pra që ka filluar sot. Tani më trego në të përgjithshmen, sepse
dihet që muaj i madhërueshëm i Ramazanit është pikërisht agjërim. Pse një musliman i mirë duhet të agjëroj vetëm në Ramazan? A duhet të agjëroj edhe në një muaj tjetër, në janar, në dhjetor, në qershor, në korrik? Pse pikërisht është përzgjedhur një muaj dhe nuk janë përzgjedhur disa muaj? Tashi, rreth kësaj do na tregosh diçka apo jo? Faleminderit. Jemi zgjuar në syfyr, sot hang me syfyrin e parë dhe për të gjithë besimtarët musliman ju uroj një agjërim të lehtë, të pranuar. Këtë sakrificë Allahu xhaleshanuhu e shpërblen shumë fish, sa këtë nuk e dina, sepse profeti na ka përmend vetëm agjërimi është tek Allahu, shpërblimi është tek Allahu, shpërblimin e tij e di vetëm ai. Pra, ka shumë fish shpërblime. Agjërimi i Ramazanit është në 5 shtyllat bazë të Islamit, pa këtë shtyll nuk mund të kompletohet besimi në zemrën tonë. Nëse ne braktisim një prej 5 shtyllave të Islamit, do të thotë që ne kemi anomali në besimin dhe në rritjen e besimit tonë. Ne rritemi fizikisht, por të njëjtën kohë ne rritemi dhe shpirtërisht. Dhe ky është një obligim fetar i domosdoshëm për çdo besimtar. Nuk na lejohet për me të vegjël. Do të thotë më kënaq me pak. Dhe kështu, muaji i Ramazanit është vazhdimsi e agjërimeve që ne kena bën faktikisht nafile ose quhen ndryshe agjërime vullnetare në netet e mëdha, ku Allahu dhe profeti alayhis salam na porosit dhe na nxit me 2 muaj para ardhes, që është muaji Rexhep dhe muaji Shaban. Në këto 2 muaj ne para përgatitena me adhurime, në këta përmendim leximin e Kuranit, përmendim agjërimet nafile, përmendim pastrimin e zemrës nga smira, nga likësia, nga hasreti, nga urrëtia, nga dëshira për me dhunu tjetrin në formatin dhe në momentin më të parë që mund të nepet, dhe kur të vi ky muaj, Allahu i mbyll dyert e xhenemit, pra dyert e ferrit, dhe hap dyert e xhenetit për ato besimtar që kërkojnë për me trokit dhe me ndaj në pragun dhe me hy në këtë derë e cila quhet Rajan, që është një prej 8 dyrëve të xhenetit. Xheneti ka shumë dyrë. Xheneti shkojmë neve, ku i kemi caktuar të shkojmë, si do e sigurojmë njërin prej këtyre dyrëve? Njërin prej këtyre dyrëve është agjërimi. Një derë kur ti... Se një besimtar i dashur duhet të agjëroj vetëm gjatë muajit të Ramazanit. Pse nuk agjëron edhe në copëza tjera? A mund të agjërohet ashtu? Atëherë, në fenë islame, në jurisprudencën islame, kemi agjërim me kategori. Agjërimi obligim individual është agjërimi i Ramazanit dhe kazat e tij, që do të thotë në mos mundem, pra në pa mundësi për të agjëruar, për arsye të cilat mund të jenë pra po, shëndetësore, etj, po. Etj. Përveç se këtyne kemi dhe agjërime vullnetare. Agjërimet vullnetare i kena përgjatë gjithë vitit, përgjatë gjithë javës. Okej, e kuptoj. Me ditën e hënë dhe e mbaroj me ditën e ejte, për çdo javë, ditë hënë e ditë ejte porosi profetike, mundena me agjëru sikur se Dauti alayhis salam, profeti nderuar i ditë pa i ditja, mund të agjërojmë teleditë të kalendarit hënor që përkasin dita 13, 14, 15, plus saj kemi agjërime të tjera që ti mund t'i bash në muajt Rexhep dhe Shaban. Pra nuk është vetëm muaji i Ramazanit. Bravo. E dashur, do të kisha dëshirë, sepse ka vite gazetari dhe vite që realizohen formate të tilla, po sa më shumë vite që kalojnë, aq më shumë gjëra bukura kemi për të zbuluar rreth Ramazanit, rreth Kurban Bayramit, Fitr Bayramit etj. Dhe mundohem, me ndihmën Zotit Madh, mundohem që çdo herë që na përket festat fetare, në prag të festave, ose si puna sot me që ishim e fat që e filluam emisionin me muajin e ri, me muajin e Ramazanit, pra kishim shumë gjëra të bukura për të filluar sot, dhe mundohem që pyetjet mos të realizohen njëjtat pyetje çdo vit, që kemi të ftuar personazhe si puna jote ose si puna e një teologu të kristian etj. Dhe mundohem që çdo vit pyetjet të jenë sa më të ndryshme dhe të marrim informacione sa më të shumta, gama informative të jetë sa më e gjerë. Tani të lutem më ndihmo, pse kemi
Fitr Bajram, pse kemi Kurban Bajram, pse quhen kështu? Ka një shenjë, ka një detajim, ka një përshkrim, ka një arsyetim apo është thjesht rastësi? Jo, nuk është rastësi. Agjërimi normal ndryshon dhe kjo është në varësi të kalendarit hënor. Kemi kalendarin gregorian dhe kalendarin hënor. Kalendari hënor është shënuar për herë të parë ndërkohë që profeti alayhis salam udhëtoi dhe bëri emigrimin prej Mekës në qytetin e Medinës. Dhe prej aty filloi edhe historia e parë e Islamit, pra kalendari i parë islamik. Dhe në këtë moment themi ne agjerojmë. Ditët mund të jenë 29 ditë që mund të jetë Ramazani, si vjet është 29 ditë. Ka vite që është 30 ditë. Dhe fjala Fitr Bajram vjen nga arabishtja që do të thotë fitër nga fjala iftar. Iftar na e dinë që do të thotë unë tani po e ndërpres të ngërën dhe të pirën dhe po ha, pra më lejohet për me hangër. U shkëput iku dita që unë agjerova dhe tani erdhi akshami dhe unë po e prishi. Dhe fjala Fitr Bajram, Bajram do të thot festa tani e sakrificës, e përkujdesjes, e përkushtimit të këtij robi, të këtij besimtari, ndërkohë që adhuroi dhe bëri këtë adhurim agjërimin vetëm për hir të Allahut dhe absolutisht për hir të dikujt tjetër, pra nuk e braktisi të ngrënë dhe të pirin për një dëshirë individuale, por që këtë gjë e bëri sepse Zoti nuk ka nevojë për sakrificën tonë në të ngrënë dhe në të pirë, pra me e braktis atë. Ai kërkon prej nesh që nërkohë ne të reflektojmë, nërkohë që ne braktisim diçka për hatrin e tij. Sepse ka shumë benefite agjërimi, kur ne nuk jena të ngrënë, truri freskohet, qelizat ripërtërihen dhe tani ne mundena dhe për te Ramazan dhe pas Ramazan jena më të kthjellët, më largpamës dhe më të mprejtë në vendimarrjet tona. Bravo, faleminderit. E dashur, jetë mirë. Po, faleminderit. E dashur, jetë mirë. Hayat, si një musliman mund të jetë një musliman i mirë non-stop në 12 muajt e vitit dhe jo vetëm për Ramazan? Ta përfundoj pak edhe pjesën e pse e quajtë ti Kurban Bajram? Patjetër. U quajt Kurban Bajram në kujtim të sakrificës që bëri profeti i nderuar Ibrahim, kur Allahu ja fali në një moshë të thyme djalin e tij Ismail, të birin nga bashortja Sara, dhe ja fali me një kusht që ky Ismaili i vogël kur të mbushte moshën e pubertetit, ai do ta flijonte dhe ra dakord me Allahun. Dhe kur erdhi momenti për me e fliju, Allahu dishti me mat, pra ishte një njësi mat. Pra e vurin në sprov të madhe. Prandaj quhet Kurban Bajram. Dhe themi, në varësi të kësaj do më dhanë edhe përgjigjen. Njeriu gjatë jetës së tij si besimtar, nuk duhet jemi besimtar të mirë vetëm në Ramazan. Nëse dona me kënë besimtar i mirë, nëse dona me kënë një çdo ditë, ne duhet të hapim faqe të re në jetën tonë. Pra, nisim ditën me Bismillahirrahmanirrahim, e bëra njetë me fillu ditën e sot me Zot, më ruaj nga liga, më ruaj nga e papritura, më ruaj nga sprova e të keqit, më ruaj nga domethënë ajo e papritura e atij që kërkon për me ma bë të keqen, më dhuro mençuri që unë të jem vetvetja dhe të nap më të mirën time si musliman. Prandaj, nëse ne ecim me këto parime çdo ditë, ku dita sotme është më e mirë se e djeshmja, braktisi sot një vesë të cilin e kam bë dje, dhe nesërmja është më e mirë se sa sotmja. Besoj që kena me pas një shoqëri shumë të formume dhe një shoqëri që ka me me eliminu ato kleçkat, ato ndotjet që na janë rrethu anë mban. Faleminderit. E dashur Hayat, a quhet një musliman i mirë që nuk falet 5 herë në ditë? Siç ta përmenda, besimi rritet edhe zvoglohet. Ne fizikisht rritemi,
Kështu ka ba Zoti, pra struktura e krijesave është në rritje. Gjithashtu dhe bimësia, deri në fazë që Zoti e ka caktuar për çdo njeri prej nesh. E ndërsa besimi rritet me kryen e obligimeve fetare. Nuk ja ka pa kusherrin obligimeve fetare, zbatimit të tyre. Do të thosha, isha një vajzë shumë e vogël, pa dije fetare, ndërkohë që deshti Zoti me një ilmihal të vogël, që na udhëru tek xhamia, me atë ilmihal ndryshoi jeta jeme e gjitha dhe elhamdulillah ndryshoi për mirë. Allahu na përballi gjatë këtyre viteve 30 vite. Patjetër, pa diskutim. Përballi se normal nuk mundem na mu rrit pa sfida. A mund të rritet? Se s'ka kuptim. Nuk mundet. Ajo, atë përshkon era, atë përshkon infeksioni, atë përshkon miza, atë përshkon, domethënë sfida. Gjithçka, kuptohet. Për kalon viti, themi, të rezistoj lulja jote në saksi, si i rente. Nuk i di, thash, unë mundova, herë një cep të kannit të sallojt, herë në cep e tjetër derisa gjeta të rezin, me ujë e me dritë. Kështu është. Po, nëse një musliman i mirë nuk mund të falet 5 herë në ditë, është ndonjë problem i madh? Kemi obligime individuale që janë 2. Namazi dhe agjërimi. Janë adhurime që nuk mundet me kry kush përveç se ne individualisht. Që do të thotë, namazi, nëse unë e kam lënë namazin pa fal, një namaz 2, 3, 5, 10 ditë, nuk ka shanse që dikush tjetër mu qu dhe mi fal për mu dhe ndërkohë mu një namaz i falur. Duhet unë mi fal vetë. Dhe e dyta, agjërimin unë mund mos të agjërë në Ramazan, por nëse unë kam një problem shëndetësor, pra sikur për namazin nuk lejohet as për agjërimin. Nëse unë kam një problem shëndetësor dhe problemi shëndetësor është i asaj kategorie ku mu më rrezikohet jeta dhe shnedi, atëherë primare është shnedi dhe në plan të dytë është eja. Pa diskutim. Ne do e kompensoj me shumë monetare. Dhe mund të dikush tjetër në vendin tem për me e kry. Prandaj, besimtari mirë është ai i cili ripërtritet. Pra ai i cili e ban një punë sa do e vogël të je, por e ban në vazhdimsi dhe nuk e lën kurrë. Ai është i miri. Ndërsa ai që fillon dhe lën gjana pa bë, tham ai është një besimtar i smur, ka nevojë për një medikament, sepse e shoh që shpejt rrufa ka me e kap. S'di jam kuptove. Patjetër. Të kam dikur me shumë vëmendje, me shumë kënaqësi dhe patjetër që të kam kuptuar dhe është kënaqësi e veçantë. Në këto momente haja do ndjekim disa foto të përzgjedhura dhe do t'i komentojmë së bashku dhe pastaj do rikthehemi sërish në studio, duke shpresuar që kemi përzgjedhur të duhurat. Shpresoj. Se kuptoj që fotografitë janë të shumta, numri i tyre është i madh, po ne kemi përzgjedhur këto fotografi. Si do e komentoja? Po, kjo fotografi e përzgodha Enkas për dietarin e njohur, personin shumë të devotshëm, personi cili e përcillte Islamin me shikim, plus dhe me një oratori të papame, një shkodëranshe vend që si i thojmë na, Haxhi Nuk Gavoçi është ky, që kena dalë për herë të parë te xhamia e Bubekër që është bë vitin e parë që kena ardhur prej studimeve. Jam unë dhe shoqet e mia që kena qenë në xhamia në qendër qyteti të Shkodrës që është ndër xhamit më të mëdha në Ballkan. Po tjetër te xhamia e Bubekër që është tek turizmi, xhamia në mesin e Shkodrës. Në qendër qytetit të Shkodrës. Dhe prandaj deshta do të thoja, nëse prindrit na kanë lindur dhe na kanë rritur deri në një moshë, ai i cili na shpëtoi, pra ata 2 persona që na shpëtuan, njëri prej këtyre është këto foton e Haxhi Vebiut, nuk e paraqita aty, është dietar i njohur në botën islame, do thosha që këta
ishin 2 persona që na ndihmuan, na shpëtuan, na orientuan dhe na dhënë më të mirë që ata ditën për me dhënë dhe na vendosën në shkollën ku ne morme edhe dijen e pastër islame. Allahu i qoftë rahmet dhe u baft vorri i tyne lulishte prej lulishteve xhenetit. Faleminderit. Kalojmë tek një tjetër fotografi e përzgjedhur. Kjo është Poleja, shtëpia ime e dytë. Sa bukur e thua. Po tjetër është një pjesë e madhe e jetës teme, 24 vite po bëj si mjet, është hyrja e medresesë së re. 24 pa fund të bëhen. Është kënaqësi e veçantë. Është stafi jonë i mrekullueshëm, me drejtuesa, me kolege, me dashamirëse, me motra, me shoqet e mia, si dësh pa i quj. Unë i përshëndes fort stafin e mrekullueshëm të medreses, po kam një pyetje të vogël për të bërë pikërisht për këtë fotografi kaq të bukur. Këtu po shoh edhe kolegët e tua që një pjesë janë të mbuluara, një pjesë nuk janë të mbuluara. Vetëm kolegët e tua janë të gjitha të besimit musliman, por që disa kanë përzgjedhur shamin dhe disa jo. Cilat janë kriteret? A funksionon që t'jenë gjithë stafi i besimit musliman apo çfarë? Gjithë stafi janë i besimit musliman. Okej. Ka prej tyne që janë teologe, ka prej tyne që e kanë vendosur shamin me dëshirën e tyne edhe pse ato nuk kanë kryer për teologji, ka teologe të mlume, ndërsa pjesa tjetër janë besimtare të devotshme. Bravo. Besimtare dhe qytetare që elhamdulillah që kena një qytetare të nderuara, po. Patjetër. Patjetër, se disa prej tyre po i njoh dhe i përshëndes fort. Kalojmë tek momenti tjetër i përzgjedhur, në këtë qast është kjo fotografi. Kjo është një foto, është në brezat të cilat unë i kam përcjell në vite, është e 8A, më kanë uru për 7 marsin. Po, e shikoj aty 8A për 7 mars. Janë vajzat e medreses, një grup i tyne, mos të mesin hatri grupeve të tjera. Jo, patjetër, po këtë kemi patur mundësi të përzgjedhim. Jo, pa tjetër, edhe unë vetëm një faktikisht shova prej vajzave, por do thosha, për mu, nxënësit janë një amanet. Vjen prindi me ma dorëzu, ma thet personalisht, apo nuk ma thet personalisht, unë në karakterin tem sakrifikoj shumë për nxënësin. Pa tjetër, sepse prindi ka besimin e plot të këti dhe të gjitha kolegët e tua. Po. Tash i shoha kena kry misionin si duhet. Absolutisht e keni kryer dhe unë jam më se e bindur që do të vazhdoni ta kryeni gjithmonë me sukses. Amin. Lumt e bardhë. Absolutisht, absolutisht. Unë ka vite që unë anonqova, e kam thënë, e kam cekur edhe vite dhe herë të tjera që unë kam vite që e njoh stafin e mrekullueshëm të medrezes në Shkodër, Haxhi Sheshamia. Ka qenë edhe është e pa diskutim që do të mbetet ndër stafet më të arritura, më të specializuara të arsimit në qytetin më të madh verior. Mirë, kalojmë tek diçka tjetër, nëse kemi? Kjo është fotoja me shoqet e mia në ditën e provimit të fundit të diplomimit tonë. Në Damask? Në Damask. Kjo ishte në Damask, tek konvikti, me shoqe nga Berati dhe nga Kuçova dhe Tirana, dhe 3 jena shkodrane. 4 ke kanë shkodrane. A mbani sërish shoqërinë, a vazhdoni ta mbani shoqërinë? Po, vazhdojmë ta mbajmë me një tjetrën dhe normal që shifena në për Shqipni, por të njëjtën kohë vazhdojmë të mbajmë dhe korrespondencë dhe lidhje me shoqet tona që i kena pas atje, apo edhe ato të cilat kanë emigrante sikurse ne, dhe janë anë mban botës. Janë në Gjermani, kena në Amerikë. Shoqëria për shumë vite është virtyt, është element i veçantë, është fat i madh. Është fat i madh. Do thosha në akt rrugtimin ton Graciela, 7 vjeçar, 7 vite janë, nuk janë, është një fjalë goje, pra janë 7 vite plot sfida, plot të papritura dhe ishim ne
sup me sup, dorë me dorë, me njëra tjetrën, kur qa me hallet dhe hoq me dertin dhe atë plokshtin me njëra tjetrën dhe mbështet me njëra tjetrën. Pra u ba me motra me njëra tjetrën. Dhe vazhdojnë që të jena edhe tani. Bravo. Fantastike. Këtu, ku jemi këtu? Këto jena në vitin 2001, në verën e 2001 pa u kthy në Shqipni, në Kalan, në mesin e qytetit Aleppo, ose Halep, njihet në Damask, në Siri. Aleppo është në qytetet më të populluara në Republikën e Sirisë. Wow. Aleppo e ka kënë në qytetet e para që u shkatru nga lufta. Që është shpreku që u shkatrua përfundimisht, fatkeqësisht, po. A mundë me shtu i detaj të vogël? Patjetër. Është Djepi, pra toka e Shamit përfshin disa qytete, është Djepi i kulturës, i njerëzillekut, i dashamirësisë. Është si Shkodra jonë. I njerëzve bujar, ato njerëz janë, dhe më thonë persona që nuk kam njohë të dytë prej tyne. Allahu inshallah i ban që ata të gëzojnë, pra më dhenë zemra për ta, por ato kanë atë guximin, kanë atë besimin e fort, janë në përballë me egërsim, me gjithçka, dhe inshallah ka më kthy ai shtet edhe një herë. Ashtu si ka qenë vite më parë. Ashtu të shpresojmë. Ashtu të shpresojmë. E dashur, kemi këto fotografi të fundit, më duket? E fundit është kjo. Kush është kjo vajza bukur, ka që ferishte? Mos më thuaj se je ti. Po, unë jam. O, zot. Po sa vjeç ke qenë këtu? 16. Tu kam kënë 18 vjeqe, prandaj dhe e zgjolla. 18 vjeç. Oh my god. Nuk dallot fare se i ke 18 vite aty. Nuk e di, 18 vite jam aty dhe deshta me e vu në sfond për me kujtu që nëse në një 18 vjetor të reja dhe të rinj këtu kërkojnë ti kërkojnë prindve shuma monetare, veshje luksoze, me ba festa në për lokalet të shtrejta, elhamdulillah, nga prindi, më mjaftoj vetëm leja për dije dhe kjo ishte dhurata më e bukur që morra në jetën teme dhe nuk, do të thonë, kjo është dhurata më e bukur që më ka dhuru Zoti gjatë gjithë jetës teme, që ma bani risk mu dhe motrave të mia për me prek ato vende të shenjta që Zoti i ka përmend dhe profeti i ka citu dhe do t'jenë, dhe më thanë, në vendet që bereqeti i tyne, sa herë që shkelet deri edhe qerpiku merr bereqet prej ative. Tu jam 18 vjeçarja, jetë mira. Maturantja, qose do na me qytë ndryshe. Sa bukur. Na ke emocionuar, na ke mbushur me informacion, na ke dhënë shumë të shka sot, na ke dhënë në këtë ditë parë të Ramazanit, na ke dhënë shumë energji pozitive, nuk e di, je e mirë, pikë mbaro. Mbohet shefi. U knaqa dhe duke shpresuar që gjithë teleshikuesi që na kanë ndjekur janë knaqur së bashkut me ne. Do të kisha shumë dëshirë e dashur, jetë mira, plaku, kanini, jaha. I mora gjitha me rrallë, të lutem, të kisha shumë dëshirë që ta mbyllnim këtë intervistë, këtë bashkëbisedim kaq të këndshëm, me një mesazh, me një urim, çka të duash ti mbyllë bukur ashtu siç di vetëm ti. Bukur, para se me mbyll, deshta me bë me përshëndet tele persona nëse besoj që do e shohin stacionin tuaj dhe do e ndjekin. I pari një djalë hallet e jemi, e përshëndes Luan Skuka me familjen e tij të nderuar. I dyti Axha i bashkëshortit tim, Fejzi Agraja bashkë me familjen e tij të nderuar, edhe atë përshëndes. Patjetër, përshëndesim gjithashtu. Fundmi është ish nxënësja jeme, shoqja jeme, dhe më thonë, po e quj shoqja jeme, sepse në moment që diplomoni tham, unë ju kam shoqe dhe marrë mend edhe prej jush, sepse e reja përballet me sfida të reja dhe mësojmë shpeshherë dhe vazhdimisht prej tyne, vajza Joana Dashi. E du shumë.
shëndes shumë dhe unë atë dhe familjen e saj të nderuar. Patjetër, patjetër. Mesazhi im për çdo njërin të cilin Allahu ja bani risk për me e prit këtë muaj të Ramazanit. Më pëlqen për me përmend një thënie e pyeten lumturinë në kuptimin metaforik, pra konceptin, fjalën lumturi. E kam qartë, po. Një personazh i thanen e pyeten lumturinë, kur hyn në zemër? Ajo tha, kur të sigurohem për 3 gjëra. Të mos hidhërosh për atë që ke humbur, të mos shqetësohesh për atë që është duke ardhur, dhe të jesh i kënaqur me atë çfarë ka caktuar Zoti yt. Sepse në vështirësi matet durimi, në debat matet mendja, në situata matet njerëzilleku. Lum ai që ruhet të mos i bëj pa drejtësi askujt, të mos lëndoj askënd dhe të mos e shikoj veten e tij mbi njerëzit e tjerë, sepse të gjithë ne një ditë do të shkojmë. O Zot, na jep një shoqëri të mirë, qiltërsi në shpirt dhe një përfundim të mirë. Amin së bashku. Amin. Të falenderoj shumë pafund. Edhe unë të falenderoj. Nuk kam asgjë për të shtuar dashur miq, një falënderim veçantë për jetë mirën, sepse na ka kënaqur sonte. Urim shumë i veçantë gëzuar dhe për shumot, edhe Zoti ju apranoft agjërimin, dhe ne do të jemi sërish së bashku dashur miq të shtunën e ardhshme. Deri atëherë, ju vazhdoni e qëndroni në shoqërinë e Al Bukej TV. Bashkënatë mirë.